kanë fitu të dytë kësaj radhe, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha, kjo është shumë e vërtetë. Pse? Se Sali Berisha tash thot une u certifikova si lideri i opozitës. Ai këtu e sheh fitoren. Pse Sali Berisha dhe asnjë njeri i opozitës nuk thojnë që qelsi i krejt masakrës zgjedhore në Shqipëri është ligji, kodi zgjedhor. Që ata e kanë miratuar vetë. Në 2008. Do thot ky nuk e shon atë, por thot na vodhen. Këtu të vjedh ligji, nuk të vjedh askush tjetër. Pa u ndryshu kodi zgjedhor, ti del në zgjedhje. Për shembull e ke zotin Lapaj me 60.000 votues merr një deputet, sa është kodi zgjedhor kështu. E ke tjetrin me pak merr 3 deputet. Prandaj Sali Berisha gjatë krejt jetës vet politike ka bën pakt me opozitën në atë kohë, me pozitën tash, vetëm për interesat e tij personale. Dhe të paguish ti $6 milion për një vizë, e ti është në moshën 81 vjeçare. Të pagush $6 milion me shku në Amerikë, kjo është çmenduri.